sa i përket të shtyhet për 2 muaj nëse zgaboj vendimi i tyre, ne e morëm vesh njësoj sikur se gjithë ju. Për shkak se Qeveria e Republikës Kosovës nuk ka qasje në dinamikat dhe zhvillimet që bëhen në gjykatën speciale, e cila nuk karakterizohet nga transparenca për vendit ton në shërbim të të cilët thuhet se është. Edhe një herë theksoj, Kosova ka nevojë për gjykata normale, jo për gjykata speciale, mirë po amandamentimi numër 24 i Kushtetutës me 3 gusht të vitit 2015 është një ndër ditët më të rënda të Kosovës të pavarur e të Republikës tonë demokratike, dhe që të gjitha këto tash janë pasoja. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ishte dhe gjithmonë do të kujtohet e mësohet në histori nga pa numër breza si luftë e drejtë, e cila ishte kundër një projekt genocidal kundër popullit ton, dhe njëkohësisht ishte luftë antikolonialiste, sepse ne nuk e kishim vetëm këtë genocidin e fundit nga Serbia, ky ishte genocidi i 4 që e ka bërë Serbia për më pak se 1 shekull e gjys në i popullit ton, andaj edhe ushtria shqiptare e Kosovës si bartëse e luftës shqiptare të popullit Kosovës të ndihmuar nga mbar kombi shqiptar, jo vetëm në Ballkan, po edhe në Mërgat, është një luftë e cila gjithmonë duhet të kujtohet, të mbrohet, të mësohet, por në të njëjtën kohë edhe është domosdoshme që të nxirren mësimet nga gabimet politike të cilat janë bërë e të cilat na kanë sjellë në këtë situatë ku në vend se të kemi gjykata normale, kemi një gjykatë speciale e cila tash edhe i vonon vendimet e saj. Pra ne besojmë në drejtësinë e UÇK-s dhe në pafajësinë e krerëve të UÇK-s, të luftëtarëve të saj, të cilët vazhdojnë që të mbahen në kandidatëve tonë për